Përshëndetje, një Bleroni. Sot kemë folë për nivellet e abstraksionit të kompjuterit, si dhe abstraksionin e kompjuterit në arkitekturën kompjuterike, i cili është shumë i rëndësishëm për të kuptuar se si ndërtohen dhe programohen kompjuteret. Çka është abstraksioni? Abstraksioni nënkupton fshehjen e detajeve të nivelit të ulët në mënyrë që përdoruesit dhe programuesit të punojnë pa u ngarkuar për funksionimin fizik të hardware-it. Kjo sjell dy përfitime të mëdha. Dhe në një është reduktimi i kompleksitetit në mënyrë që programuesi të shkruaj kod në një gjuhë të lartë programuese dhe të mos mendoj se si po funksionojnë portat logjike dhe sinjalet elektrike. Gjithashtu, kemi edhe pavarësinë e software-it nga hardware-i, në mënyrë që pajisje të ndryshme të cilët përdorin hardware të ndryshëm të mund të përdorin të njëjtin program, pa problem. Gjithashtu kemi edhe rritjen e portabilitetit dhe fleksibilitetit të pajisjeve, menaxhimi i kompleksitetit ndër nivele është shumë i lartë dhe kjo përmirëson bashkëpunimin ndër ekipe. Kemi 7 nivele të abstraksionit të kompjuterit dhe kjo është e ndërtuar si një piramidë. Në maj ndodhet niveli i aplikacionit, pra niveli ku përdoruesi mund të sheh dhe të ndërveproj. Pastaj kemi gjuhët e larta programuese si Java, Python, C++, të cilat janë gjuhë të larta, por të kuptueshme nga njeriu. Më poshtë kemi gjuhën assembly, e cila përdor mnemonik, të cilët gjithashtu janë të lexueshëm nga njeriu. Pastaj kemi sistemin operativ, i cili bën menaxhimin e CPU-s, të memorjes edhe të sistemit input-output. Niveli tjetër është arkitektura e setit të instruksioneve, e cila është ndërfaqja mes software-it dhe hardware-it. Ai përcakton se çfarë lloj komandash mund të kuptojë procesori, për shembull add, load, storage, dhe çdo gjuhë programuese në fund përkthehet në instruksione të ISA. Poshtë ISA ndodhet mikroarkitektura, e cila përcakton se si ekzekutohen fizikisht këto instruksione, përmes data path, përmes kontrollit, përmes njësive aritmetiko-logjike dhe regjistrave, dhe në fund kemi themelin e të gjithave, që është logjika digjitale, ku të gjitha funksionet fizike realizohen me porte logjike AND, OR, NOT, XOR, të ndërtuara me tranzistor dhe qarqe elektrike. Procesi i abstraksionit fillon duke përkthyer një kod në një gjuhë të lartë programuese në mira instruksione makine dhe pastaj këto mira instruksione në mikrooperacione të cilat ekzekutohen nga hardware-i. Pa këtë shtrëngëzim, teknologjia moderne si cloud computing dhe inteligjenca artificiale nuk do të ishin të mundura. Faleminderit për vëmendjen tuaj.